Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni dhimbje mbrapa koke, mjeku zbulon çfarë tregon kjo për shëndetin tuaj. Dhimbja në pjesën e prapme të kokës shpërthen si pasojë e tensionit, stresit apo lodhjes. Megjithatë, sipas të dhënave, ajo shpesh mund të shfaqet edhe si rezultat i hernies diskale ose ndonjë lëndimi të mundshëm në pjesën e sipërme të qafës. Simptomat e dhimbjes mbrapa koke. Dhimbja në pjesën e prapme të kokës mund të shoqërohet me disa simptoma ndaj të cilave ne gjithmonë duhet që të jemi të vëmendshëm. Këto simptoma janë mpirja e qafës, dhimbje therrse në krahun e majt ose të djathtë të qafës, mpirje të kokës, dhimbje e fortë të syrit, dhimbje e cila intensifikohet pas çdo lëvizje të kokës, pamundësi në lëvizjen e qafës. Shkaqet e dhimbjes mbrapa koke. Tensioni. Sipas të dhënave, kur koka dhëmb si pasojë e luhatjeve të tensionit, dhimbja e ka tendencën të qarkullojë në zona të ndryshme. Kompresat ose dushi i ngrohtë ndihmojnë kundër dhimbjes bashkë me mbajtjen nën kontroll të stresit. Lëndimet e qafës. Kur muskujt, ligamentet, tendinat dhe nervat e qafës lëndohen, dhimbja është e paevitueshme. Për shembull, nëse keni qëndruar në një pozicion të gabuar për shumë kohë, zona mbrapa kokës do të dhëmbë më shumë. Stërmundimi i muskujve të qafës i bën ato më të dobët dhe njëkohësisht e nxisin në dhimbjen mbrapa koke. Si të përballeni me dhimbjen mbrapa koke? Ndryshoni mënyrën e qëndrimit. Nëse mënyra se si qëndroni është problematike, siguroni që ta ndryshoni atë. Në rast se ju punoni përpara kompjuterit, sigurohuni që ekrani të jetë i ngritur dhe që qafa të mos qëndrojë ulur. Aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik është shumë i mirë për të forcuar njëkohësisht muskujt tuaj dhe për të përmirësuar qëndrimin. Kompresat e ngrohta. Vendosni një kompres të ngrohtë pas koke dhe mbajini për 20 minuta për të ulur dhimbjen dhe për të zbutur inflamacionin. Kur duhet të shqetësoheni? Ne ju këshillojmë se është shumë e rëndësishme që ju të konsultoheni me një mjek në rastet kur dhimbja përkeqësohet me kalimin e kohës, keni vështirësi në lëvizjen e krahut dhe ndjeni dobësi muskulare, vëreni një rënje të shpejtë në peshë, pësoni fraktura të shpeshta, keni vështirësi në ecje. Lëng limoni dhe krip është receta e cila zhduk dhimbjen e kokës në pak kohë. Dhimbja e kokës, por edhe nga ato më të fortat, siç është për shembull migrena, nuk mundet i përshkruaj kurrë saktë dikush që nuk i ka provuar ato. Këto dhimbje, sipas njerëzve që vuajnë nga migrena, të lën kruspull dhe në gjendje amullie dhe të pashpresë. Kura magjike kundër dhimbjes së kokës duket sikur nuk ka, por megjithatë ekzistojnë disa produkte krejt natyrale të cilat ofrojnë një shpëtim të menjëhershëm. Ne këtu do t'ju sillim një trajtim natyral i cili përmban 3 përbërës dhe njëkohësisht ofron lehtësim të menjëhershëm për dhimbjet e forta të kokës. Ju duhet një gotë e mbushur 3 çerek me ujë, lëngu i 1 limoni dhe 1 lugë çaj me krip, jo të mbushur plot. Përzieni së bashku dhe pjeni lëngun menjëherë. Për saktësi ju duhet të dini që kripa që duhet të përdorni të jetë e një cilësie të mirë. Rekomandohet kripa roz dhe njohur me emrin kripa Himalajeve, por mund të përdoret edhe kripa e zakonshme. Si ta kuptoni në qoftë se funksionon për ju? Çdo trajtim apo kurrë natyrale funksionon ndryshe tek njerëzit
Dhimbjet e forta të kokës si edhe migrena prek 1 në 10 njerëz në botë dhe secili prej tyre rrëfen simptoma herë të ngjashme dhe herë të ndryshme. Kura me krip dhe lëng limoni është e mirë sidomos për njerëzit të cilët kanë simptoma si për shembull të përzira dhe të villa, mpirje, therrje, marramendje, ndjeshmëri ndaj dritës, zhurmës dhe aromave, dhimbje e cila zgjat nga 2 deri në 72 orë dhe dhimbje pulsuese të kokës. Mirë po cilët janë shkaktarët kryesor të dhimbjes së kokës? Studimet thonë se stresi mundet që të jetë një nga shkaktarët më kryesor të dhimbjes së fortë të kokës, por edhe të migrenës. Dhimbjet në fillim zgjasin pak, por stresi i vazhdueshëm mundet që të transformojë një dhimbje koke të thjeshtë në migrenë. Konsumi i alkoolit dhe mungesa e vitaminave janë 2 nga arsyet të tjera për shfaqjen e migrenës, por nga shkaqet e tjera dhe tepër më të zakonshme dhe më të rëndësishme janë dehidratimi dhe prishja e ekuilibrave të elektroliteve. Elektrolitet janë minerale të rëndësishme për funksionimet e organizmit. Një prej këtyre mineraleve është pikërisht magnezi, i cili ndër të tjera e lufton inflamacionin. Dhimbja e fortë e kokës besohet që të jetë një reagim inflamator në organizëm. Kjo është edhe arsyeja pse kripa që duhet të përdorni duhet të jetë roz, sepse është e pasur me magnez. Me ngarkesën e përditshme, dhimbjet e kokës janë kthyer në një shqetësim të përhershëm. Lodhja, stresi, luhatjet e humorit, tensioni dhe një gjumë jo i rehatshëm. Shkaqet janë pikërisht nga më të ndryshmet. Shpesh vetëm me qëllimin që dhimbja e kokës të ndalojë, ne konsumojmë ilaçe nga më të ndryshmet që shpeshherë funksionojnë dhe shpeshherë jo. Të gjithë kemi përjetuar atë dhimbjen e tmerrshme të kokës dhe të gjithë ne kemi nevojë për një recetë e cila do t'i jap fund një herë mirë dhimbjeve të kokës. Si të përgatisni kurën me mjalt dhe kanellë kundër dhimbjes së kokës? Në një çajnik ne do të hedhim një gotë me qumësht dhe e vendosim në zjarr për të ngrohur. Aty ne do të shtojmë 2 lugë çaj me kanellë pluhur. Qumshti me kanellën duhen lënë në zjarr në mënyrë që të arrijnë pikën e zgjerrjes. Qumshtin me kanellën më pas e kalojmë në një gotë qelçi dhe aty shtojmë 1 lugë çaj me mjalt. Duhet ta përzieni vazhdimisht në mënyrë që kanella të mos kullojë në fund të gotës. Kështu, kur ta pini, shija e fortë e kanellës do të jetë neutralizuar më së miri me qumshtin dhe me mjaltin. Pasi të keni pirë qumshtin me kanellë dhe mjalt, është e mira që ju të shtriheni për disa minuta dhe të prisni që pija të bëjë efekt. Vlerat e qumshtit me kanellë dhe me mjalt. Qumshti i ngrohtë dhe kanella ju qetëson muskujt e kontraktuar nga dhimbja, ndërsa substancat të cilat gjenden edhe tek kanella neutralizojnë receptorët e dhimbjes dhe kështu krizat në formën e goditjeve do të fillojnë edhe do të zbehen. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.